situata në 4 sektorët nuk është çdo, në sektorin real, domethënë sektorin e biznesorë, aty ku prodhohet, aty ku krijohet vlera, nuk është në rregull, bizneset ju edhe kontaktoni edhe bizneset edhe asociacionet e bizneseve. E dyta, në sektorin e jashtëm, situata po keqësohet, domethënë, deficiti tregtar po thellohet, mbulueshmëria e importit me eksport po zvoglohet, dërgesat e emigrantëve ka ra ritmi i rritjes, domethënë janë gati si vitin e kaluar, nuk janë rrit. Investimet e jashtme përsëri kanë një trend, por ai trend është në patundshmëri, edhe në përgjithësi kur i marrëm gjitha këto, kur shohim sektorin financiar që ka shtrëngesa. Këta ishin dy sektor të parë, likviditetet, i treti financiar, domethënë aty ka probleme me likviditet. Ka shtrëngesa në dhënien e kredive, janë rrit shumë të tërheqjet, mbi tërheqjet, overdraftat e këto. Domethënë është një far stresi në likuiditet, edhe ai sektor nuk është dhe i katërti, edhe i katërti buxheti. Okay. Buxheti i Kosovës ka një strukturë pak a shumë atipike, edhe një strukturë që është deformuar prej ardhjes, domethënë të marrën prej vitin 2021 edhe kënej. Edhe është deformuar, është ndryshuar në dëm të investimeve kapitale, edhe në dëm të investimeve për shembull në arsim, në shëndetësi, në kërkime dhe inovacione e tjera, edhe në favor të transfereve sociale, po transfereve jo vetëm sociale, po edhe subvencioneve, këto intervenimet e ndryshme,